Ed Star. Përshëndetje të gjithëve. Jam një burr rreth të 50-tave. Me profesion, jam profesor në Universitetin e Mjekësisë. Përveç kësaj, punoj edhe si mjek në spitalin e kryeqytetit. Siç e dinë të gjithë, që puna në mjekësi është një punë që duhet përkushtuar gjithë vëmendjen. Edhe kështu, edhe unë mësoja mjekët e ardhshëm të profileve të ndryshme, por edhe ndonjë profesion tjetër, se kishte disa që ndëronin drejtim dhe u largonin nga studimet e mjekësisë. Kishte edhe nga ata student që vazhdonin si asistent në fakultetin ton, dhe disa nga ato mbetshin edhe profesor. Jam kujdesur gjithmonë, t'ju them të drejtën, që t'ju ndihmoj që t'i arrin ëndrat e tyre, si çdo njeri që ka një ëndër në jetë, ashtu si edhe unë e pata para shumë viteve. Edhe vet pas 10 viteve si profesor ju i rregullt, fitova titullin profesor i rregullt, dhe si profesor i rregullt në mjekësi, tek unë kish ardhur një asistente, që ditën e parë që e pash, disi binte në sy si asistente që të mbushte syrin. Ishte e gjatë, e pashme, e mbushur ashtu mesatare, si dhe sytë e kaltër, që bënin ta shikoje drejtë në sy. Më tha që është shumë e lumtur, që do më ketë si profesor dhe mësues njëkohësisht. Dal nga dal, si shkalonin ditët, ne u mësuam me njëri tjetrin, t'ju them të drejtën, goxha shumë, edhe përshtateshim edhe në mendime. Ja dinim njëri tjetrit edhe sjelljet. Një ditë kisha shumë punë në spital, dhe desha që ta propozoja të jepte ajo mësim studenteve për atë ditë. Më vështroi me atë sy dhe më thot: "Profesor, sot nuk kemi mësim me studentët, vetëm ke një konsult në fakultet." Të lutem, i thash, mjaft më me tituj, s'kam dëshirë të më thrasesh profesor, doktor apo mentor, këso lloj titujve. Thjesht më thuaj koleg, i thash, ose më quaj në emrin tim. Me vështroi edhe një herë mirë me ato sytë e kaltër dhe më pyeti nëse mundem sot të vi me ty në spital, të shoh si shkon puna, edhe atje e kam me shumë dëshirë, më tha. Mirë, i them, por do vish vetëm të vështrosh, asgjë tjetër, dhe që tani je tutje, vetëm koleg, asnjë emër tjetër. Ajo buzëqeshi dhe pohoi me kokë, që ashtu do të vepronte e do më ndëgjonte në çdo gjë. Ditën që caktuam të shkonim në spital, mora në vendin që kishim biseduar dhe shkuam në vendin ku mblidheshim të gjithë kolegët. Në mëngjes, para se të fillonin punën, të gjitha u habitën, t'ju them të drejtën, kur hyri asistentja ime, e sidomos ato që ishin të pamartuar akoma, nuk ja hiqnin syt. Por mund t'ju them që asistentja as ju interesonte, kjo nuk i vështronte asnjërin nga ata. Pasi filluam punën tonë të zakonshme, ajo qëndronte pranë meje dhe ndëgjonte e më vështronte punën që kisha me kolegët e tjerë të përditshëm. Pasi mbaruan ditët e punës, u bëra gati, ndrova rrobat dhe kur dola, njëri nga kolegët ju kisha afruar asaj, por e shija që me kulturë e largonte ajo nga vetja. Mendova me vete që tani, pa filluar punë, veç që fitoj një koleg, që tashmë s'do të jenë miq, thash me vete. Rrugës deri tek makina, me bisedoj që ishte shumë e lumtur me punën që pa në spital dhe punën kolektive që bënim. Mirë, i thash, është puna, por ti do kesh edhe koleg që s'do të jenë miqësor me ty, siç ishte ajo që ti ishe qepur mbas, që nuk të hyjste syt një minutë e që ti folet me të pak më parë, i thash. Ajo qeshi dhe më tha: "Të tillë kam pasur mjaft, por kam dëshirë që kolegu të jeti vendosur." Aty me habiti pak me përgjigjen e saj. Hym në makinë dhe u bëra gati të nisem, kur ajo mu drejtua. Nuk e dia me beson, por unë që tani më tha: "Vegla ime është e qullur." Unë e vështrova si i habitur, dhe nga biseda e saj, por edhe nga ajo që mu drejtua me koleg. Ajo mendoi se nuk i besova, nga vështrimi që pata unë, ma mori dorën për një moment dhe shoj mund tek vegla e saj, e qullur, që ta vërtetoja që ajo ishte gati të arrinte tek kulmi emocionit e saj. Unë akoma vështroja drejtën e sy, pa e folur asnjë fjalë. "Koleg, jam me mendimit që të vish tek unë. Nëse je dakord, më thuaj që tani më thot." Kisha mbetur pa fjalë dhe shite edhe ajo vet, e me një buzëqeshje të ëmbël më thot: "Hajde,
nisi makinën, se do mbetesh I kënaqur. Me beso më thot, ndërsa dorën nuk ma ishte nga vegla saj. Me një dorë nuk drejtoj I them makinën, por do duhet të ma lirosh njërën dorë. O, me fal koleg me thot, dhe ma liroj dorën, por tani e u vendorë si dorën e saj, tek vegla ime, që ishte forcuar. Gusha. Dhe tani, vegla ime reagoj me njëherë. Unë nisa, tre drejtore, makinën time. Pas rreth 20 minutave, arritëm të kryerja pallatit, ku ajo jetonte. Edhe pse të rrugën mendoja se çfarë të bëja, nuk mund që të mos ta respektoja vendimin e saj, edhe pse dallim kishim për shumë vite. Isha, si të thuash, si baba I saj. Kur unë gjitem lart, tërkohën mendoja, po sikur të më thot me fal se gabova. Me një qetësi prej profesori që isha, hyra brenda në shtëpinë e saj dhe vështrova situatën ndërsa ajo po mbyllte derën me çelës nga brenda. Më mori nga dora e më drejtoi drejt tek vendi ku ajo ndërronte që ta krynte të punën me mua. Lloji im ishte një nga të gjitha, derisa mbeta pa asgjë. Nuk humbi kohë dhe menjëherë nisi të përpunonte veglën time, të cilit I kushtoi shumë rëndësi të madhe. Me ngadalë filloi duke e marrë deri në fund, por edhe vegla ime u mundua të respektonte atë. Menjëherë u drejtua nga ajo plotësisht dhe qëndronte si nxënësi para profesorit. Kisha kohë pa kryer të punën në një mënyrë të tillë, sidomos me atë vajzë të re në atë moshë. E kisha vërejtur që gruaja disi është e përmbajtur, derisa e mësova që kishte një kolegun e saj, më të ri se unë prej kohësh, dhe rregullisht mbaronte punë me të. Kështu që isha I gatshëm për punë si asnjëherë. Pas disa minutave, para përgatitje, më tregoi që të ulem në vendin e duhur dhe më tha, prit një minutë. Filloi të heqi një nga një para syve të mi, të cilët kishin mbetur, sikur s'kishin parë diçka të tillë më parë në jetën e tyre. Ngela vetëm duke vështruar, me ato sy, derisa I drejtova nga vegla saj, mirë pastruar. Kur fillova t'ja kryete punën, vegla ime rështiti me njëherë, sapo e takoj trëndafilin e saj, të qullur, I cili ishte I qullur nga të gjitha anët, dhe nuk është se kisha ndonjë pengesë. Koleg mu drejtua mua, tani. Unë jam, më tha, profesoresha, e ti do të jesh asistenti im për sot. Besoj që je dakord me këtë gjë. Si të kesh ti dëshirë, thash, dhe vështroja që nisi të bënte ca lëvizje që kur si kisha parë në jetën time. Poshtë e lartë e lëvizte nga të gjitha anët, ndërsa vegla ime zhdukej deri në fund. Nga lëvizjet që po bënte, sipas ritmit e po kërcente tek vegla ime, mua s'mu dërua, fillova ta thupja në çdo vend. Tani kisha tretur në mendimet dhe lumturinë që po përjetoja. Gjatë kohës sa zgjati puna, e di që unë arrita te kulmi I emocionit tim 3 herë, ndërsa kur e pash që duhet të lirosha tashmë për të 4-ën herë, doja ta largoja ngadalë veglën time nga aty, për t'ja hedhur të gjitha duke që do dilte nga vegla ime në fytyrën e saj. Por, më tha, jo koleg, tani është momenti më I lumtur për mua, pasi duhet të ndjej këtë finale të arritur. Mos ki merak, I ka marrë të gjitha masat para prake. Do të jesh I qetë, hidhe të gjithën brenda. Ndërkohë, aty nisën edhe lëvizjet më të shpejta, me disa zëra që dëgjoheshin në të gjithë banesën. Vazhdoi edhe me tutje lëvizjet e saj, derisa unë arrita te kulmi emocionit tim, dhe ja u dha të gjitha ujë që doli nga vegla ime brenda, pa e ditur kurse si atë që do të më ndodhte, pasi ajo me premtoi që I kishte marrë të gjitha masat, dhe nuk e dija që për një gjë të tillë më kishte gënjur. E ajo që më ndodhi më pas ishte shumë e papritur. Nëse dëshironi që kjo histori të vazhdojë edhe më shumë, bëjeni like, ndërsa për ju që dëshironi që historia të vazhdojë më shumë, bëjeni subscribe.